Pas një kohe shumë të gjatë jo në funksion, shoqata Çamëria Dega Vlorë është mbledhur sërish, duke shënuar nisjen e një faze të re riorganizimi. Takimi solli bashk patriot Çam të rinj dhe të vjetër, të cilën ndan mendime dhe ide për ringritjen e Degës dhe forcimin e rolit të saj në mbrojtjen e çështjes çame, trashëgimisë historike, si dhe vlerave kombëtare. Riorganizimi synon aktivizimin e strukturave, përfshirjen e brezit të ri, si dhe krijimin e një vizioni të përbashkët për të ardhmen e shoqatës Çamëria në Vlorë. Pjesëmarrësit theksuan rëndësinë e transparencës dhe unitetit në procesin zgjedhor, duke bërë thirrje që zgjedhjet të zhvillohen në mënyrë demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Në mbledhje u nënvizua se riorganizimi i Degës së shoqatës Çamëria në Vlorë përfaqëson një hap të rëndësishëm për rikthimin e aktivitetit të saj pas një periudhe të gjatë pasiviteti, si dhe forcimin e zërit të komunitetit Çam në qytet dhe më gjerë. Ish deputeti Çam Dashamir Tahiri bëri thirrje për bashkimin e të gjithë çamëve në këtë shoqat, duke theksuar se ndër vite ajo është mbajtur gjallë me shpirt të fortë patriotik. Ndër të tjera, ai u shpreh se një grup zullumqarësh shumë i vogël, që historia do t'i tregojë për çdo padrejtësi, që si pasojë dhe e lënies së shoqatës Çamëria Dega Vlorë jo aktive për shumë vite, sipas Tahirit, koha ka ardhur që çamët e Vlorës të ribashkohen, të kapërcejnë ndasit, si dhe të ringrinë shoqatën. Takimi u mbyll me mesazhin e bashkimit dhe angazhimit të përbashkët, me synim që shoqata Çamëria Dega Vlorë të jetë aktive, funksionale dhe në shërbim të çështjes çame. Në këtë takim u propozuan nga salla 4 emra për kandidim: Enea Bardhi, Ermal Çukani, Sali Nuredini, si dhe Puen Bajrami, të cilët do të kandidojnë duke shpalosur dhe programin e tyre. Votimet do t'i jenë më datë 18 janar 2026 në orën 12 në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës, ku me rastin e 35 vjetorit të krijimit të shoqatës Çamëria do të mbahet dhe një koncert festiv me këngë dhe valle çame.